Përshëndetje, miku im I çmuar. Sot është data 20 tetor 2025, ditë e hënë. Si çdo të hënë, ty dhe familjen tënde nëpërmjet një lutje unë sjell këtu në rrjetet sociale tek froni Perëndis që Perëndia të prek me mrekulli çdo ditë gjatë kësaj jave. Do t'inkurajoj ta shpërndaj këtë kohë lutje ndërsa ju e shpërndani, unë do të lexoj shkurt diçka nga Bibla dhe pastaj do lutemi së bashku. Fjala e Zotit te 1 Gjoni, kapitulli 5, vargu 14-15 thotë kështu: kjo është siguria që kemi përpara Tij. Nëse kërkojmë diçka sipas vullnetit të Tij, Ai e plotson. E nëse e dim se Ai plotson të gjitha ato që I kërkojmë, ne dim se e kemi ato që I kemi kërkuar Atij. Amen. Le të lutemi së bashku. Zoti im Jezus, personin që ka ndaluar, unë e sjell tek froni I Atit që me anë të besimit në Ty, ai dhe familja e Tij, o Krisht I dashur, gjatë kësaj jave do të jenë duke përjetuar mbrojtjen Tënde. O Zoti Jezus, unë lutem në emrin Tënd të shenjtë që mbi çdo sulm që djalli ka përgatitur, Ti nga qielli I cili është fitorin 100 fish më të mëdha. Zot, Ai ti duke përjetuar ato gjëra të cilat Zot janë në planin Tënd, në vullnetin Tënd, gjatë gjithë ditëve të kësaj jave, dhe në emrin e Jezus Krishtit unë shpall Zot që nëse ai është I smur apo dikush nga familjarët e tij është I smur, dora jote e shërimit do jetë mbi ta. Në emrin e Jezus Krishtit shpall që kjo javë është e bekuar dhe e mbrojtur nga Ati, Biri dhe Frymë e Shenjtë. Në emrin e Jezus lutem. Amen. 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 Lavdi Zotit Jezus. Miku im I çmuar, jam pastor Paulin Vilajeti, të bekoj në emrin e Jezus Krishtit. Paqja Zotit qoftë me ty dhe familjen tënde. Mirupafshim.